Marrëdhëniet diplomatike dhe qeveritare të SBA-ve me Shqipërinë kanë lënë kryeministrin Edi Rama jashtë agjendës zyrtare. Pa ftesa pa takime gjatë vizitave të zyrtarëve amerikanë në Tiranë, pa shtrëngim duarsh në samitet ndërkombëtare, madje as pa një urim për fitoren e 11 majit, ndërkohë që e kanë shpërfillur në planin diplomatik. FBI ka grumbulluar dhe i ka dërguar spakut provat e para për aktivitetin real të avionit charter që përdor Rama. Gjatë fluturimeve nga Tirana drejt vendeve jashtë BE-s dhe drejt disa shteteve të BE-s të lidhura me rrjetet ruse dhe kineze. Pamfleti e paralajmëroi këtë lëvizje më 14 qershor 2025, kur bazuar në informacion të burimeve pranë BKH-s, publikoi rekomandimin zyrtar që FBI pati dërguar Altin Dumanit, të shoqëruar me indicjet përkatëse lidhur me hetimin e udhëtimeve të charterit Ismaili. Gjatë 5 muajve SPAK nuk ndërmori asnjë veprim. Kjo moslëvizje detyroi FBI-n të dërgojë provat e para për aktivitetet e dyshuara të avionit qeveritar, të përdorur prej 7 vitesh nga Rama. Provat e dërguara janë mbledhur nga vetë FBI dhe shërbime të tjera inteligjente të vendeve partnere të BE-s, të lidhura me marrëveshjet e përbashkëta antikorrupsion, antimafia, antitrafiqe dhe antiterrorizëm me SBA-t. Edhe Shqipëria është palë në këtë marrëveshje. Por hetimi i aktiviteteve të avionit qeveritar nga FBI është në vetvete shkelje e rënde besimit që duhet të ekzistojë mes institucioneve të të dy vendeve. Mos reagimi Altin Dumani detyroi FBI në Shqipëri të hapë një hetim paralel të pavarur, duke kërkuar informacion të detajuar për destinacionet reale, arsyet zyrtare dhe zyrtare të fluturimeve, si edhe për emrat e personave shoqërues që kanë fluturuar me charterin qeveritar, që prej 25 prillit 2025 FBI ka kërkuar zyrtarisht të dhëna nga Drejtoria e Shërbimit Qeveritar, Kompania Air Albania, Alp Control dhe Policia e Shtetit. Por nuk ka marrë asnjë përgjigje për bagazhet, dokumentacionin dhe listat e pasagerëve të fluturimeve të kryeministrit. Megjithatë, provat që ka mbledhur vetë FBI tregojnë se janë depërtuar të gjitha rrjetat hermetike të charterit. Agjentët amerikanë kanë siguruar të dhëna për udhëtimet kryera drejt Turqisë, Serbisë, Dubait, Abu Dhabit, Izraelit, Egjiptit, Arabisë Saudite, Bielorusisë, Azerbajxhanit, Malit të Zi, Maqedonisë së Veriut, Kosovës, Bosnjë-Hercegovinës, Hungarisë, Rumanisë, Bullgarisë dhe disa shteteve të tjerë. FBI ka identifikuar pasagerët e këtyre fluturimeve, llojin e ngarkesave monetare dhe materiale, si edhe emrat e biznesmenëve, bankierëve dhe trafikantëve shqiptarë të huaj që kanë udhëtuar me charterin me autorizim të kryeministrit ose në mungesë të tij. Shumë prej tyre kanë marrë më pas leje ndërtimi, licenca investimi, fonde publike dhe pasuri shtetërore. Fakti që SPAK e la pezull këtë çështje për 5 muaj dhe e dërgoi dosjen për procedim vetëm 1 muaj para largimit të Altin Dumanit është tregues se hetimi për fluturimet e charterit do të jetë në dorë të drejtuesit të ri të SPAK-ut, i cili nuk ka luks të vonojë.